Gjilani, por edhe nga qytetet e tjera të Kosovës ku kanë marrë shërbime. 1.000 sa? Mbi 1.000. Okay. Janë që kanë marrë leje të qëndrimit përmes zyrës së Luginës në Gjilan. Dhe përveç kësaj, ka shumë banor të Luginës që jetojnë në Gjilan, cilët përfitojnë edhe bursa studentëve, edhe përfitojnë edhe forma tjera të skemave cilat i kemi ndërtu si politika sociale të komunës. Nga ona juaj. Po. Ndërka që shërbimet që i ofrojmë në sistemin shëndetësor primar, për shkak se për spitalin e qytetit nuk mund të flas, megjithatë aty ka shumë shërbime që jepen, por në nivelin primar, pra për ÇKMF dhe për ÇMF të AMF tjera, ka po ashtu numër shumë të madh qytetarëve që marrin shërbime edhe tek ne aty. Ta zonë vetëm në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, për 6 muajt e parë të këtij viti kemi pas mbi 170.000 shërbime vetëm në laboratorin e analizave të gjakut. Pra në mesin e këtyre 170.000-ve, Gjilani ka 83.000 banor. Pra ka njerëz edhe nga Lugina Preshevës, ka njerëz edhe nga Maqedonia Veru, të cilët vinë marrin shërbime në Gjilan në raste të caktuara. Për shembull, na kemi mamografinë funksionale në Gjilan, që është bleqe 2 vjet prej neve si komunë, ka kushtuar diku rreth 160.000 euro, mbi 4.000 shërbime i kemi ofruar për 2 vjet. Pra është në nivel aq të lartë të profesionalizmit që brenda 24 orëve mirën edhe raportet pas kontrollit ose pas screeningut që kryhet në mamografi. Sa i përket bulevardit tash, unë e përmenda në fillim që është investimi më i madh kapital në historitë qytetit tonë. 2.36 milion është rruga Kumanovës 2013-2021. 2022-2025 janë 73 milion euro kontrata aktive, pra të nënshkruara, në të cilat punohet. Është normalisht një komunë që i ka 17 milion euro borxhe, që ka ndërmarrje publike që janë në bilanc negativ, siç kemi pas Tregun, për shembull Tregun e kemi gjetë me 13 punëtorë edhe 37.000 euro humbje. Për një vit e gjysmë, deri në fund vitit 2023, ndërmarrja joni ka pas 300 punëtorë, edhe i ka 100.000 euro fitim. Që to janë kon probleme me Tregu. Po, Tregu i Gjelbër. Tash sa i përket bulevardit, bulevardi është investim 18 milion euro, përfshin segmentin e rrugës nga stacioni autobusëve rreth rrotullimi deri tek hoteli Kristal poshtë, pra pak më poshtë se komuna ku gjendet aktualisht, rrugën toksore me qasje për rrugën e Prishtinës, lagjen e Balecit, rrugën e Preshevës, si më thon rruga që shkon lagjen e Arbëria dhe parkingjen nën toksore me 2 etazha për 500 automjete, si dhe ndërtimin e ri të objektit administratës së komunës në një vend për të gjitha drejtoritë, për 12 drejtoritë dhe për gjitha njësitë tjera që janë në kuadër zyrës kryetarit dhe kuvendin komunal. Me që rast i lirojmë gjitha hapësira tjera që po i shfrytëzojmë aktualisht, shpërndahen gjithandej komunës, ndërsa vetëm parkingu nën toksor me 40% potencialit të shfrytëzimit plot të vendeve edhe të kohës, me 1 euro orën pagesë, janë gati 1.8 milion euro të hyra vjetore që i gjenerojmë, në një komunë ku të hyrat vetanake janë gati 6 milion. Pra është gati 1/3 të hyrave që do t'i gjenerojmë më shumë në të ardhmen, të cilat na pretendojmë që do t'i shfrytëzojmë për me ndërtu sistemin e sa kime bën çose bosh kryetar, zot Hyse. Jo nëse bën kryetar, aty jemi tu punu aktualisht. Okej. Pra na jemi tu zhvendos për objektit ku jemi sot. Po, çose vazhdon, si më thon. Tash po tregoj, domthon, ka me vetëm zyra e kryetarit më zhvendos, edhe asistentit, edhe një sallë e madhe tjetër ku i marrim takime. Të dy dhoma ose të dy zyre kanë me pa u largu prej aty, të tjerat gjithat janë largu. Okej. Dhe kontrata është nënshkruar për 2 vite, 24 muaj. Pra ju keni bërë dhe kontratimin e bulevardit apo? Kontrata është nënshkruar. Keni kaluar procedurat e kontrata është nënshkruar. Pra çfarë pritet tash fillimi i punimeve? Ky bulevardi këtu apo si? Po, kjo. Tash po presim janë. Po tash po presim që të lirohet objekti i komunës fillimisht. Okej. Kemi mbesi që përmenda 2 zyre pa u largu prej aty. Do të fillojnë punimet në praktik. Po, absolutisht po. Okej. Domethënë presim që me liru vetëm projekt, nuk kam ditur që keni kaluar edhe procedurat të ndërrueshme fakt. Po një herë përsëris. Prej stacionit 1 milion euro deri te bulevardi 18 milion. Janë 11 projekte, duke përfshi flosin proprio. A do ju keni ndarë në slote projektet apo në Jo, domethënë janë 11 projekte të ndame individualisht. Stacioni më i liri 1 milion euro, që është i kontraktuar, deri te bulevardi 18 që është po ashtu i kontraktuar. 73 milionë euro. 18 është bulevardi apo? 73 milionë euro në kontrata aktive në cilat po punohet. Mandej kemi unazën e jashtme që është 27 milion, për cilën është duke u bërë shpërndësimi. Po. Prej qeverisë Kosovës, një vendim tashmë është nxjerr, edhe një tjetër është nxjerr tash të fundmi. Vendimi përveç vendimit preliminar dhe vendimi për shpërndësim, po bëhet vlerësimi në mënyrë që të ky bulevardi 18 milionë është financim komplet i komunës? Jo, 6 milionë euro janë nga komuna për 2 vite të ardhshme. Po. Dhe janë 12 milionë euro nga qeveria e Kosovës. Pra, domethënë komplet mandati shkon me ndërtu apo është për fjalë brenda 2 viteve me përfundu? Kontrata është për 24 muaj. Okej. Jo për 4 vjet më punu në këtë pjesë është pak ai keni analizuar gjitha punët se
Në fakt, përvoja e madhe në pushtetin lokal e di se një shesh edhe një bulevard ka shumë punë. Na kemi punu... Fakt ka shumë punë, sidomos me infrastrukturën nën-toksore, kablot, miliona punë cilat janë paparashikume. 2 vite para se me ardhë deri te projekti final. Edhe fillimi i procedurat kontratës ka qenë analizë dhe studim për të realizuar këtë projekt. Kemi punu me ekspert nga universitetet private të Kosovës, me cilë kemi pas marrëveshje të bashkëpunimit, dhe kemi analizu edhe infrastrukturën nën-toksore, edhe mobilitetin, kemi bërë numrimin e automjeteve, kemi bërë, si më është praktikisht është analizë e studim 2 vjet. Fizibiliteti, po. Dhe ajo që është shumë rëndësi teksohet për këtë projekt, është që fillimisht kemi fillu me rrugë alternative, jashtë zonës qendrës së qytetit, për shembull kjo rruga Hamdi Kurteshi, nëse e keni pak parasysh, i bie që është në pjesën e jashtme të qytetit, e cila lejon që trafiku të zhvendoset në atë pjesë, në mënyrë që këtu mandej mos kemi bllokim të automjeteve. Rruga e Kodrës së Dëshmorëve është lidh prej lagjës Kodra e Dëshmorëve direkt tek kompleksi memorial për dëshmorët e kombit, i cili mandej shpihet direkt në unazën e brendshme të qytetit. Kemi 3-4 rrugë alternative, cilat janë ndërtu, për me mujt me e përballu fluksin automjeteve që do të krijohet në të ardhmen. Do dojem fakt t'ju shija në kryet e Gjilanit e një mandat vetëm për t'ju sfidun këtë 24 muaj. Se përvoja më tregon që sheshet zgjasin. Në 4 vite mund të ketë rast kur ka përfunduar, por në 24 muaj Shumë ka pas raste kur edhe më kanë thonë që kjo nuk bëhet hiç. Po, fakt se do të ketë në nënkalim. Do të ketë parking në toksora, po. 2 etazha, 500 parkingje, afërsisht. Për te kritikës, tash po vlasëm për bulevard, po vlasëm the 18 milion. Si me bind qytetarin, zotë Hyseni, kryetar, kur na ka kritika kur thojnë kryetari Hyseni s'po mund as shamponat mi qunë që më thë. S'po ka